është një balet si gjithë të tjerët, pasi përmes lëvizjeve moderne rrëfet marrëdhënia e njeriut primitiv me natyrën. Për këtë arsye, Teatri Operës dhe Baletit ka zgjedhur ta mbyllë këtë vit me këtë premierë të veçantë, e cila për herë të parë është vënë në Itali në vitin 1986. Në titullin Rizgjimi i njerëzimit, premiera e sjell nga kompania Kozi Stefanescu, rikthe në Tiranë edhe balerinin shqiptar Rezar Stafa, i larguar nga këtu në moshën 15 vjeçare. Është e çuditshme edhe për në Itali ky lloj baleti, jo vetëm për këtu, kështu që edhe për publikun do jetë pak e vështirë të hy direkt në temën e baletit. Ju sa që keni ikur 15 vjeç, ç'do të thotë ky rikthim? Ka një lloj emocioni të veçantë? Ka shumë emocion, sepse duke llogaritur që edhe familjarët e mi nuk më kam parë ndonjëherë duke kërcyer. Përveç pjesës së parë, spektakli ka një kohë të dytë, të zhvilluar në muzikën e shkruar posaçërisht nga autori rumun Adrian Enescu, kushtuar dialogu të brendshëm që ne kemi brenda vetes me dhunën e paqen. Rizgjimi i njerëzimit vjen mbrëmjen e të premtes për të vijuar edhe në datat 27, 28 dhe 30 dhjetor.